Është detyrë e kësaj klase politike, veçanërisht partive fituese, që kanë fituar mandatin në kuvent që gjejnë zgjidhje, dhe të mos shkohet në pakufi në këtë mënyrë me inate dhe bariera edhe manovra politike. E dyta, po gjithmonë ka zgjidhje kur ka vullnet, mirë kuptim dhe vetdije e ndërgjegje dhe përgjegjësi të lartë politike dhe shtetërore qytetare nga subjektet politik. Nëse kjo nuk ndodh atëherë, po presidenti i vendit ka takër kushtetuese, bazë kushtetuese Kosovës që të inicojë në gjykatën kushtetuese para shtresat të caktuara dhe ajo mund ta bëjë këtë dhe do duhet ta bënte, madje nëse kjo vazhdon kjo disejat kështu në mënyrë të pakufizuar. Edhe pse gjykata kushtetuese u njeh të drejtën 10, respektivisht 30 deputetëve që të sfidojnë rastin në gjykatën kushtetuese, problemi me situatën aktuale është mungesa e një vendimi. Dhe tashmë në jurisprudencën e gjykatës kushtetuese është përcaktuar që gjykata nuk përgjigjet më në pyetje se si duhet vepruar, por gjykata merret vetëm me raste konkrete. Pra me dhënien e betimit deputetët janë tashmë palë të autorizuara, por që duhet të ketë dështim në VMC, pra të ofrimit të propozimit, në mënyrë që rasti të mund të trajtohet potencialisht nga gjykata kushtetuese. Dispozita përkatëse kushtetues thotë që në afat prej 30 ditësh pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve duhet filloj seanca, maksimumi pra 30 ditë, duhet filloj seanca konstitutive, do të thotë fillimin jo mbarimin.